Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë zhvilloi sot në ambientet e Bashkisë Lushnjë forumin civil Rritja e transparencës dhe llogaridhënies mbi buxhetin e sistemit të drejtësisë, me shoqërinë civile, avokat, gazetar, antar të Këshillit Bashkiak dhe qytetar lushnjar. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Gjatë vitit 2023-2024 u monitoruan 11 institucione ku përfshihen institucione drejtuese të sistemit, gjykata, struktura e posaçme dhe organe të vettingut. Edhe gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë ju nënshtrua monitorimit. I ftuar në takim ishte edhe kryetari i gjykatës administrative të shkallës së parë, zoti Edison Tatoshaj, i cili tha se drejton një nga gjykatat më të mira në vend. Vlerësoj që gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë për atë që ofron për qytetarët, për publikun, për avokatët, ka ndër kushtet më të mira në gjykatat në Republikën e Shqipërisë, sepse ka akses mjaftueshëm, salla gjyqësore mjaftueshëm për aq gjyqtarë sa janë. Ka hapësira, mendoj pastaj vlerësimi që kemi bërë është çështje tjetër, po në krahasuar me gjykatat e tjera, jo se s'ka vënë për përmirësim. Por edhe hapësirat e pritjes qytetarëve, edhe pjesët e tjera vlerësoj që janë në nivel relativisht shumë të mirë. Gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë të gjitha seancat i zhvillojnë në sistemin e regjistrimit audio. Pra nuk ka seanca të zhvilluara me palë, veç atyre që ligji parashikon që mund zhvillohen për gjyqtarët dhe këshillimi, të cilat edhe këto janë të gjitha të njoftuara pavarësisht se nuk regjistrohen, sepse ka praktikë koherente të gjykatave më të larta që detyrojnë gjyqtarët të njoftojnë palët, të japin mendimin e tyre, vlerësimin, qëndrimin, sjellin prapësime, sjellin prova etj. Zoti Xhevdet Haxhiu, drejtori i Drejtorisë së Buxhetit në KLG, theksoi se gjatë viteve shoqëria civile nuk ka treguar asnjë interes për buxhetin mbi sistemin e drejtësisë, edhe pse janë ftuar disa herë në takime dhe kanë interes të drejtë për drejtë. Ai tha se buxheti në vitin 2025 do të arrijë vlerën e 60 milionë eurove. Buxheti i Këshillit Lartëgjyqësor përgatitet nga Këshilli Lartëgjyqësor në bashkëpunim me gjykatët e të tre niveleve. Dhe zbaton të gjithë licitacionet në natyrën buxhetore të Republikës së Shqipërisë që nga momenti i fillimit të procesit, aktualisht jemi në fillimin e procesit të programit buxhetor afërmesëm 2026-2028 dhe në administrim, në zbatim, në menaxhim, në monitorim, zbaton të gjithë licitacionet si çdo organizata, si çdo institucion tjetër qendror apo lokal në Republikën e Shqipërisë, që ushtron funksionet e tij në Republikën e Shqipërisë. Ka një detyrim ligjor që ne duhet të konsultohemi me grupet e interesit dhe me shoqërinë civile. Gjë të cilën në çdo fazë ne bëjmë njoftim siç e përcakton dhe ligji 96 në natyrën buxhetore në Republikën e Shqipërisë, bëjmë njoftimet pranë faqes konsultare për të bërë këto takime. Takimi vazhdoi me diskutime me Sami Nezaj, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë dhe kryetari të gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë, Edison Tatoshaj. Zoti Nezaj theksoi disa nga problemet që dolën gjatë monitorimit në gjykatën e Lushnjës, si mospasja e një vendi pritje për qytetarët, vendi për makinat tek gjykata, kostoja 3 fish për çështjet e tjerë. Më pas debatit ju bashkuan edhe avokatë e gazetarë me problemet që hasin çdo ditë në gjykatat e Lushnjës dhe Fierit.